Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur afatet për aplikimin dhe certifikimin e subjekteve politike, si dhe për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Nga 2 deri më 10 maj, subjektet e reja politike, përfshirë koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur, duhet të dorëzojnë aplikimin për certifikim përkatësisht në zyrën për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar në KQZ. Institucioni sqaron se bazuar në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, partitë politike konsiderohen automatikisht të certifikuara, ndërsa ky proces vlen vetëm për subjektet e reja politike. Ndërkaq, KQZ ka caktuar periudhën nga 2 deri më 12 maj për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet. Ky afat 11 ditor vlen për të gjitha subjektet politike, përfshirë partitë, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur që synojnë pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Dorëzimi i listave do të bëhet përmes platformës elektronike të KQZ-s, ndërsa procedurat mbeten të njëjta me ato të zbatuara në zgjedhjet e fundit të mbajtura në dhjetor të vitit të kaluar.